Besoj e dëgjuat çfarë shpjegoi Alban Bala deri tani. Shikoni, është vërtet që nuk kishte ligj mbi qeverinë e Kosovës deri në vitin 2022. Por janë disa të vërteta tjera, siç janë disa parime në të drejtën kushtetuese që janë të pathyeshme të paktën në vendet normale, ku e drejta pozitive mundson funksionimin normal të rendit institucioneve. Një ndër parimet që është i pathyeshëm dhe i padiskutueshëm është konsiderohet si nënkuptueshëm, tacit në frëngjisht thoni nënkuptueshëm, është ai vazhdimësisë jetës normale të shtetit, të institucioneve. Një parim i pranuar, do të thotë. Po, i pranuar pa nevojë sqarimi ekstra, pa nevojë që të sqarohet. Dhe është hera e parë që Kosova kishte një qeveri e cila shkoi deri në fund të mandatit zyrtar 4 vjeçar. Në Kushtetutën e Kosovës janë disa raste kur pushon mandati i qeverisë. Njëri nga këto raste është pikërisht ky. Dhe në pat nen thuhet se kur përfundon mandati, qeveria kalon me automatizëm në fazën që quhet qeveria dorëhequr apo në detyrë.